kryesori. Dhe për fatin më të keq, në këtë vend qenë shumë të pakt ata të cilët e realizuan. Spaku ju faktoi shqiptarve, jo vetëm opozitarve, po të gjithë shqiptarve që besojnë tek vota e lirë. Besojnë se pluralizmi politik është promotori dhe lokomotiva jo vetëm e demokracisë, po e të ardhmës së një vendi, pa cilin nuk ka të ardhme. Spaku u bë gardian i krimit kushtetues elektoral. Dhe unë betejën time kundër këtij institucioni nuk e fsheh. E kam filluar pikërisht atëherë kur u billa dhe konstatova se ky institucion është armik i egër i pluralizmit. Kush të doj, le të marr deklaratat e mia. Ata patën paftyrsinë të më dërgojnë mesazhe, duke besuar se do mund të shuanin zërin tim. Por kur, ajo s'mund të bolte. Dhe sot po faktohet që ai ushtruan në një vegël, në një armë të partisë shtet. Përsëri, ju keni shumë të drejtë që përmendni krimet e ministrave, por për Sali Berishën dhe për ju garantoj se krimi i tyre është amnistia e krimit elektoral. Pse? Sepse ata zgjedhjet kanë dy aspekte. Kanë aspekt në zhvillimit tyre, ku forcat politike, ekzekutivi kanë përgjegjësinë e tyre, po kanë aspekt e trajtimit të gjitha parregullsive, të cilat janë totalisht kompetencë dhe atributi Spakut. Në qoftë se Spaku nga dhjetra dosje krimësh monstruoze të cilat janë të sankcionuara në këtë libër me 1500 faqe, me 2500 prova, fakte, ka hetuar vetëm 3-4 persona në një kohë kur Edi Rama me ministrat e tij është autor kryesor i asaj farse. Spaku i jep qeverisë licencën për të manipuluar, për të grabitur, për të dhunuar zgjedhjet dhe legjitimon të palegjitimueshme farsën elektorale. Për sa i përket lubis, do o them dy fjalë. Unë që them këto fjalë për Spakun, mund them se në rastin e Ballukut, ai prokuror që dërgoi dosjen dhe ata që e hetuan atë, u treguan të guximshëm, bën detyrën e tyre. Por atyre Edi Rama u shpalli luftë. Dhe imagjinoni ju një njeri familjar ose jo, që vihet në sulme të gjithanshme nga kreu i Meduzës, kryeministri shqiptar, tek vrasësit serial të kontraktuar nga qeveritar dhe ai si e ndjen veten. Ai njeri i ka shërbyer vendit, por ai njeri nuk mundet të asgjësoj 83 mandatet e krimit, të cilët rrëzuan kërkesën e tij kushtetuese